Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu." Ai cili pendohet nga gjunahu është sikur se mos të kishte bërë gjunah fare. Ai cili pendohet nga gjunahu është sikur se mos të kishte bërë gjunah fare. Me një hadith tjetër madhështor të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregoi se Allahu e shtrin dorën e tij fisnike gjatë natës që të pendohet ai i cili ka bërë gjunah gjatë ditën. Dhe e shtrin dorën e tij Allahu azza wa jall gjatë ditës që të pendohet ai i cili ka bërë gjunah gjatë natës. Me një hadith që transmetohet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza wa jall i ka urdhëruar melekët që 6 orë mos t'i regjistrojnë gjunahin robit të Allahut. Me shpresë që të ketë afat që të pendohet, 6 orë nuk ja regjistrojnë melekët gjunahin. 6 orë gjatë ditës dhe 6 orë gjatë natës. Para mendoni vëllezër. Mëshira e Allahut është e madhe. Prandaj dije vëlla motër se mëshira e Allahut azza wa jall është më e madhe se gjunahet e tua. Dhe mendoje çdo herë se Allahu nuk të ka braktis. Allahu i tha pejgamberit Allahut kur të gjithë të braktis. Kur edhe pejgamberi Allahut mbasi një kohë Allahu azza wa jall ja ndërpreu shpalljen, wahyin. Mendoj se Allahu azza wa jall e ka braktisur. Allahu shka i tha: "O Muhammed, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allahu Zoti yt o Muhammed as nuk të ka lënë ty, po as nuk të ka braktisur. As nuk të ka lënë, as nuk të ka braktisur. Edhe ty vllai im dhe motra jon e ndaruar, Allahu as nuk të ka lënë, as nuk të ka braktisur. Thjesht drejtoju vetëm Allahut. Lutju atij dhe Allahu azza wa jall dije bindshëm se Allahu do të shlihen të gjitha gjunahet e tua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.